Ndërpresim të kronik ka përfunduar numërimi i votave në Tiranë dhe me sa duket e ka mbajtur Olta Xhaçka mandatin e deputetes, teksa jemi duke parë në këtë pamje Blerina Gjylametin, e cila largohet nga ambientet e Parkut Olimpik, aty ku është administruar vota e diasporës dhe ku është numëruar kutia e fundit për qarkun e Tiranës, teksa ka një prononcim nga Olta Xhaçka. Po garat këtë natyrë kanë, unë dua ta përgëzoj kolegen time, Blerina Gjylameti, për një fushat të jashtëzakonshme, për një angazhim jashtëzakonisht madh. Më vjen keq që garat duhet të nxjerrin një fitues dhe kur ndahen kaq ngushtë patjetër shoqërohen me shumë emocione, por Partia Socialiste është shumë e madhe, ka vënë të gjithë pa diskutim. Si do ta përkthesh votën e socialistëve këtu në këtë mandat katër? Siç u thash, në sa më shumë punë, me shumë dashuri e me shumë përutësi. Shumë faleminderit. Faleminderit. Ka përfunduar ky komunikim për mediat shkurtimisht i Olta Xhaçkës, e cila ruan sërish mandatin e deputetes, teksa është numëruar edhe kutia e fundit pra sa i takon Tiranës. Me kolegin Klesiana Omeri jemi në këtë komunikim të drejtë për drejtë. Klesiana, përfundon gjithçka, teksa Blerina Gjylameti u largua e para, pra ndërsa derisa kemi Klesianën, shohim edhe deputetët e listës së hapur, janë Blendi Gonxha, Erion Braçe, Ervin Hoxha, Fatmir Xhafaj, Ornaldo Rakipi, Anila Denaj dhe Olta Xhaçka, 7 deputetët nga lista e hapur në qarkun e Partisë Socialiste në Tiranë. Kolegen Klesiana Omeri e kam në këtë komunikim të drejtë për drejtë. Klesiana, Blerina Gjylameti u largua me gjas jo fort e gëzuar nga rezultati, teksa edhe më herët në disa komunikime publike që pati deklaroi zonja Gjylameti se kanë marrë vota njerëz të cilët kishin mbritur për herë të parë në njësinë ku është kandiduar. Si është atmosfera atje? Po besi, padyshim mbështetësit e zonjës Xhaçka mjaft të lumtur për rezultatin, mbi 100 vota diferenca, mbetet ende për të verifikuar sapo të plotësohet proces verbali dhe të zyrtarizohet rezultati. Gjithsesi, fituesja e mandatit të 19 për qarkun e Tiranës dhe Partisë Socialiste është Olta Xhaçka. Në fakt patë mundësi që të merrim një prononcim të shkurtër, ku shprehu lumturinë dhe falënderimin për sa i përket njerëzve që i besuan dhe ndërkohë përgëzoi dhe në fakt kundërshtare në këtë rast për mandatin e 19 Blerina Gjylameti për fushatën që ka bërë ndaj Tiranës. Tha se këto vota do t'i përkthej me më shumë rezultate dhe duke u qenë më shumë pranë qytetarëve, ndërsa tashmë është mbështetur dhe është përshëndetur dhe me mbështetësit e saj dhe është duke u larguar. Ndërsa zonja Gjylameti është larguar në fakt menjëherë pas zyrtarizimit të rezultatit dhe numërimit të votës së fundit, duke mos zgjedhur që të japi një prononcim për sa i përket këtij rezultati që në fakt e ndoqi deri në fund. E qartë. Ndërkohë, Klesiana, duhet thënë që sa i takon kuotës gjinore, zonja Xhaçka e merr mandatin sepse ishte një ndër 2 më të votuarat mes grave së bashku me Anila Denaj, por sa u takon burrave, edhe Xhemal Qefalia, edhe Toni Gogu, edhe Pandeli Majko kanë më shumë vota se zonja Xhaçka, të cilët do të mbeten jashtë kuvendit të Shqipërisë për shkak se zonja Xhaçka e merr mandatin sa i takon kuotës gjinore. Ka një përqafim, Klesiana, në këtë moment midis Xhaçkës dhe Gjylametit. Po, në fakt ishte vetë zonja Xhaçka e cila shkoi pikërisht në vendin ku u largua në fakt zonja Gjylameti, ishin së bashku në distancë të afërt, por pas përfundimit të rezultatit zonja Gjylameti u largua dhe zonja Xhaçka e ndoqi pikërisht për të përshëndetur, duke i qëndruar në të njëjtën linjë dhe me qëndrimin publik që mbajti kundrejt fushatës së bërë nga Blerina Gjylameti. Dhe tham që për kuotat gjinore ajo merr mandatin dhe mbeten jashtë 3 deputet të tjerë që pavarësisht se kanë marrë më shumë vota se ajo, nuk do të jenë, të paktën sipas këtij rezultati, deputet në 4 vitet e ardhshme. Apo jo, Klesiana? Besin ndjes nëse mund ta përsërisësh edhe një herë pyetjen? Po, janë disa deputet të cilët mbeten jashtë kuvendit sepse zonja Xhaçka e merr mandatin si një ndër 2 gratë më të votuara. Po. Njëjtë edhe për Tiranën në fakt. Ishte më shumë se sa një betejë për deputetet të cilat kishin fituar më shumë vota. Në fakt në këtë rast ishte kuota gjinore ajo e cila i vendosi përballë pikërisht zonjën Xhaçka dhe zonjën Gjylameti. Në fakt besi për të bërë edhe një saktësim, kutia e cila pretendohej që të ishte e fundit ka përfunduar numërimin, por për një prej kutive gjatë këtyre minutave ka pasur
numëruar është rinumëruar. Çka do të thotë se për një rezultat përfundimtar do të presim pavarësisht se dukshëm zonja Xhaçka ka epërsi në këtë rast dhe duket se mandati i 19 i përket asaj, por për një prekuttive gjatë këtyre minutave pas ka pasur një proces rinumërimi. Mirë Klesiana, atëherë faleminderit për informacionet që na përcjellën në këtë komunikim të drejtë për drejtë. Të ishin pamjet nga Parku Olimpik aty ku është duke u numëruar dhe administruar vota e diasporës. Ka përfunduar de facto, pavarësisht se siç na tha kolegja Klesiana Omeri në këtë informacion të minutave të fundit, për njërin prej kutive është kërkuar rinumërim, po sidoqoftë festa dhe një përqafim që Olta Xhaçka dhe Blerina Gjylameti tregojnë se është ajo deputetja e 19 në Tiranë, ku së bashku me Anila Denajn janë 2 gratë më të votuara të listës së Partisë Socialiste për qarkun më të madh të vendit, i cili prodhon në total 37 mandate për Kuvendin e Shqipërisë. Në vazhdim, ju njohim me të tjera zhvillime.